تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. E gjithë lavdia I takon vetëm Allahut. Ata e falenderojmë, ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu nuk ka kush që e devion, dhe kë e devion Allahu nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij, I zgjedhuri dhe I dashur I Tij dhe besniku për shpalljen e Tij. Ai e çoi në vend amanetin, e këshilloi ummetin dhe luftoi për Allahun ashtu si I takon atij derisa I erdhi vdekja. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij në përgjithësi. Fjala më e mirë është libri I Allahut. Rruga më e mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë shpikjet në fe, secila shpikje në fe është bidat, secili bidat është devijim dhe secili devijim është në xhehenem. O robërit e Allahut, besimtar, ruhuni Allahut dhe kini parasysh mbikëqyrjen e Tij si në fshehtësi ashtu edhe haptas, si në pasuri ashtu edhe në varfëri. Ta dini se kjo botë është vendi I sprovave dhe testimeve, vendi brengave dhe vështirësive. Çdo kush patjetër do të përjetojë diçka prej secilës. Allahu I madhruar thot: "Laqad khalaqna al-insana fi kabad." Ne kemi krijuar njeriu në mundim. Ai e sprovon robin e tij në këtë jetë me varfëri dhe smundje, ashtu siç I sprovon të tjerët me shëndet dhe mirëqenie. Kjo është nga urtësia dhe sundimi I tij në krijesat e tij, siç thot: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ai është ai që krijoi vdekjen dhe jetën që t'ju sprovoj se cili prej jush bën vepra më të mira. Pra, robi përpiqet në këtë botë, lëviz në përmundime të dobishme, si vepra të mira dhe kërkim të rrezikut të lejuar, ose lëviz në sprova të dëmshme për fenë dhe jetën e tij, ashtu siç thot Allahu I lartësuar: "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi." O njeri, ti je duke u lodhur drejt Zotit tënd dhe do ta takosh atë. Do të takosh shpërblimin ose ndëshkimin për veprat e tua. Secili veprues do ta gjej dhe do ta takojë shpërblimin e veprës së tij me të mirë ose me të keqe. Me që njeriu në këtë jetë duhet t'i kryejë detyrat ndaj Allahut, ndaj vetes dhe ndaj atyre që I ka në kujdes, ai duhet ta kërkojë furnizimin e jetesës dhe të përpiqet për të siguruar atë që ka nevojë për jetesën e tij. Kështu, ai ka nevojë për të kërkuar pasuri dhe rizq, mirë po, këtë duhet ta bëjë në mënyrën e të devotshmëve, të cilët e kërkojnë pasurinë nga rruga e ligjshme dhe e shpenzojnë në vendet e ligjshme, dhe në atë që u sjell dobi për fenë dhe jetën e tyre. E sa e mirë është pasuria e mirë për njeriu e mirë, që e fiton në mënyrë të ndershme dhe e shpenzon për nevojat e tij dhe për ta fituar kënaqësinë e Zotit të tij subhanahu wa ta'ala, duke e ditur hakun e Allahut në të. Allahu ka nxitur për kërkimin e rizkut dhe ka thënë: "Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi
wa ilayhi an-nushur. Ai është që e bëri tokën të përshtatshme për ju. Andaj ecni në përshtigjet e saj dhe hani nga furnizimi i tij, dhe tek ai është kthimi. Allahu e ka përshkruar gjendjen e sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah." Disa të tjerë udhtojnë nëpër tokë duke kërkuar nga mirësia e Allahut, e të tjerë luftojnë në rrugën e Allahut. Pra i përshkruan shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si njerëz që herë udhtonin për tregti dhe kërkim rreziku të lejuar, e herë luftonin në rrugën e Allahut për ngritjen e flamurit të Islamit dhe që të jetë fjala e Allahut më e larta. Në të dy gjendjet, ata ishin të urdhëruar dhe shpërbleheshin për fitimin e pasurisë nga halali me qëllim që të forcoheshin për adhurim, të shpenzonin për familjet dhe të kontribuonin në rrugët e hajrit dhe për luftë në rrugën e Allahut. Sikur të mos ekzistonte përpjekja për të fituar përmes tregtisë, bujqësisë, zanatit apo ndonjë tjetër mënyrë të ligjshme, ata nuk do të mund të përballonin jetën e tyre dhe nuk do të kishin mundësi të kontribuonin në rrugën e Allahut. Për këtë arsye, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin të përkushtuar në kërkimin e rrezikut të lejuar, secili në atë që i përshtatej, njëri në tregti, tjetri në bujqësi e tjetri në zanat. Por këto punë nuk i larguan nga bindja ndaj Zotit të tyre, siç i përshkroi Allahu i lartësuar: "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah." Burra që nuk i largon as tregtia e as shitblerja nga përmendja e Allahut, nga falja e namazit dhe nga dhënia e zakatit. Ata nuk i mashtronin bukuritë e kësaj bote, tregtia, fitimi apo luksi nga përmendja e Zotit të tyre, i cili është furnizuesi i tyre, sepse ata e dinin se ajo që është tek Allahu është më e mirë dhe më e qëndrueshme se ajo që kanë në duar, pasi ajo që kanë ik, kurse ajo që është tek Allahu është e përhershme. Ka thënë pra Allahu: "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah." Burra që nuk i largon as tregtia e as shitblerja nga përmendja e Allahut, nga falja e namazit dhe nga dhënia e zakatit. Do më thënë, i jepnin përparësi bindjes ndaj Allahut, i jepnin përparësi asaj që e kërkon Allahu dhe dashurisë ndaj Allahut të lartësuar para asaj që e donin ata vetë dhe atë që dëshironin ata vetë. Tregtia gjithashtu nuk i angazhonte që të shkaktoj humbjen e takimit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, namazin me të ose luftën në rrugën e Allahut dhe praninë në mirësi me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Shembull i bukur për këtë është Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, i cili nuk mungonte në asnjë betejë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, megjithse kishte pasuri të madhe. Ai ndihmoi Islamin me pasurinë e tij, dhuroi 300 deve me pajisjet e tyre dhe 1000 dinar në një rast të vetëm për përgatitjen e ushtrisë së vështirësisë, si dhe shumë dhurime të tjera të mëdha. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu ishte një nga më të pasurit ndër sahabët. Njëherë dhuroi gjysmën e pasurisë, njëherë tjetër 40.000 dinar, dhe njëherë tjetër solli 500 kuaj dhe 500 deve për në rrugën e Allahut. Megjithatë, pasuria nuk e pengoi atë nga pjesëmarrja në luftrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai dhe Uthmani radhiyallahu anhuma ishin nga 10 sahabët të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgëzoi me xhennet. O robërt e Allahut, duhet ta dim se pasuria është mjet, jo qëllim. Është mjet për të mos pasur nevojë për të tjerët, për të përmbushur të drejtat e familjes dhe për të forcuar në adhurimin e Allahut. Ajo duhet shpenzuar në kënaqësinë e Allahut, në rrugën e Allahut, në ndihmën e të varfërve, jetimëve, nevojtarve dhe të dëmtuarve. Me këtë arrihet kënaqësia e Allahut, ngritja e gradave dhe fshirja e mëkateve, si dhe shtimi i bereqetit në pasuri, fëmijë dhe vepra. Dhe ta di besimtari se do të pyetet ditën e Kiametit për pasurinë nga e fitoi dhe ku e shpenzoi.
Një nga parimet më të rëndësishme në fe është ruajtja, devotshmëria, largimi nga haramet dhe dyshimet dhe kërkimi i rizkut të lejuar. Allahu i lartësuar thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." O besimtar, hani nga të mirat që ju kemi furnizuar dhe falenderoni Allahun, nëse jeni që vetëm ata e adhuroni. Dhe thot: "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Mos e hani pasurinë e njëri tjetrit me të padrejtë. Dhe thot: "Ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan." O të dërguar, hani nga të mirat dhe bëni vepra të mira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Allahu është i pastër dhe nuk e pranon asnjë shpenzim përveç se atë që është e pastër. Transmeton Muslimi. O robërt e Allahut, dijeni se të ngrënit halal e ndriçon zemrën, e ndriçon dhe e zbut zemrën. Sjell frikë ndaj Allahut dhe për ulje ndaj madhështisë së Tij. I aktivizon gjymtyrët për adhurim dhe bindje. E bën njeriu ta përçmojë dunjan dhe ta dojë ahiretin. Ky është shkak për pranimin e veprave të mira dhe përgjigjen ndaj lutjeve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë sahabët e tij kanë ngrënë vetëm prej pasurisë halal. Prandaj lutjet e tyre kanë qenë të pranuara dhe të përmbushura. Ndërsa të ushqyerit nga harami është e kundërta e të gjitha këtyre virtyteve. E forcon zemrën, sjell pakujdesi, i lidh gjymtyrët nga adhurimi dhe pengon nga veprat e mira. Po ashtu është pengesë për pranimin e lutjes, siç thuhet në hadithin e transmetuar nga Muslimi, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Allahu është i pastër dhe nuk pranon vetëm atë që është e pastër. Allahu i ka urdhëruar besimtarët me atë që i ka urdhëruar pejgamberët e tij dhe ka thënë: "Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan." O të dërguar, hani nga të mirat dhe të pastrat dhe bëni vepra të mira. Dhe ka thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." O besimtar, hani nga të mirat që ju kemi furnizuar dhe falenderoni Allahun nëse jeni që vetëm ata e adhuroni. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendi një njeri që udhton në udhtim të gjatë, i pakrehur dhe i pluhrosur, i ngre duart nga qielli duke thënë: "O Zot, o Zot." Por ushqimi i tij është haram, pija e tij është haram, veshja e tij është haram dhe është ushqyer me haram. Si do t'i përgjigjet Allahu? Transmeton Muslimi. Pasuritë e ndaluara janë të ndyra në burim dhe pa bereqet në rezultat. Nëse shpenzohen për mirë, nuk ka shpërblim. Nëse i jep njeriu për lëvdat, nuk ka falënderim. Pronarët e tyre bartin barrën e tyre, siç ka thënë një prej të urdhve: "Pasuria më e keqe është ajo të cilës ja bart mëkatin e fitimit dhe nuk e fiton shpërblimin e shpenzimit." Andaj, ruhuni Allahut, o robërt Allahut, fitoni pasurinë nga rrugët e lejuara dhe ruhuni nga rrugët e ndaluara. Ky është një nga shkaqet e lumturisë në dunja dhe ahiret. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. O njerëz, hani nga ato që gjenden në tokë të lejuara dhe të mira, dhe mos ndiqni hapat e shejtanit. Ai është armik i hapur për ju. Allahu mi bëft të dobish me mua dhe ju këto që i themi dhe që i dëgjojmë. Allahu më bekoft mua dhe ju me Kur'an dhe Sunet. Na e bëft të dobishëm secilin për kujtim në to çdo urtësi dhe secilin ajet. I them këto fjalë dhe kërkoj falje nga Allahu për mua dhe për ju, nga secili mëkat dhe gjuna. Kërkoni falje prej Tij, sepse ai është falës i mëshiruesi. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. E gjithë lavdia I takon Allahut për secilën mirësi.
Ata e falenderojmë për suksesin dhe për çdo dhunti. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe i vetëm dhe i pastër nga çdo ortakri. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut, i cili thiri për tauhid, moral dhe çdo mirësi. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen dhe shokët e tij në përgjithësi. Mëtej, ju porosis ju dhe vetën time që t'i ruhemi Allahut, sepse kush i ruhet atij, ai e mbron, e ndihmon dhe ai i mjafton. Vëllezër besimtar, përkushtohuni në bindje ndaj Allahut dhe kënaqësisë së tij. Fitoni pasuri nga rrugët e lejuara, që i ka ligjësuar Allahu dhe kini kujdes nga fitimi ndonjë pasurie përmes haramit apo dyshimeve. Allahu nuk ndalon asgjë përveç se ka lejuar diçka nga i njëjti lloj, që të jetë ndihmë për bindje ndaj tij dhe mbrojtje nga kundërshtimi i urdhrave të tij. Prisi besimtarve Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ka thënë: Allahu nuk ka urdhëruar me ndonjë urdhër përveç se ka ndihmuar për kryerjen e tij, dhe nuk ka ndaluar nga asgjë përveç se ka dhënë zëvendësim të lejuar për të. Megjithatë, është për të ardhur keq që disa njerëz nuk e vrasin mendjen për mënyrën se si e fitojnë pasurinë nga çdo rrugë që u del përpara. Merren me kamat, mashtrime, rishfete, përvetësim të pasurisë së të tjerëve, e madje edhe të pasurive publike, në mënyra të lloj-llojshme dhe në forma të ndryshme, pa frikë ndaj Allahut dhe pa turp nga njerëzit. Dhe kjo është, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Imam Buhariu rahimahullah, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha a min halalin am min haram. Do të vijë një kohë kur njeriu nuk do të bëjë dallim nëse e ka fituar pasurinë nga halali apo harami. Andaj, kini frikë Allahun dhe largohuni nga fitimet e ndaluara dhe dyshimet. Mjaftohuni me atë që Allahu ju ka lejuar dhe gjithmonë kujtoni fjalën e Allahut: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kush i ruhet Allahut, ai i hap rrugdalje dhe furnizon nga nuk e ka pritur. O robërt Allahut, dërgoni salavate dhe selame të shumta për mëshirën e dhuruar dhe dhuntinë e afruar për të dërguarin e Allahut, pejgamberin dhe të dashurin ton, Muhammedin, sepse kështu ju ka urdhëruar Allahu dhe ka thënë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Me të vërtet, Allahu jep salavat dhe me lajket luten me salavat për pejgamberin. O ju që keni besuar, dërgoni për të salavat dhe jepni shumë selam. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men salla alayya salatan, sallallahu alaihi biha 10. Kush më dërgon mua një salavat, Allahu atij jep salavat 10 herë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.